nëse dikush e ka një gjë të burrit bezdi, për shembull, nëse është burri steril, si ti flas vetës që të mos e ketë bezdikët e ta largoj nga mendja, si ta detyroj veten që mos t'ja përmend atë gjë fare burrit, pra si do t'jetë besimtari në raport me tmetat e burrit. Këto kemi një rregull që ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjitha raportet mes muslimanëve, por edhe në raportet mes burrit edhe gruas. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush dëshiron që të hyjë në xhenet, të ruhet ose të largohet prej zjarrit të xhenemit, atëherë do besoj Allahun edhe ditën e fundit, pra le të jetë besimtar, edhe le të sillet me njerëz ashtu siç dëshiron që të tjerë mos sillen me to. Po atë në këtë rast vendose veten në pozicionin e burrit ton. Nëse kishe pas ti këtë problem, a kishe pas dëshirë që ai me ta përmend ty, ose domethënë me të nënçmu, ose domethënë me fol fjalë fys ose penduese pse ka këtë met. Pra nëse ne këtë gjë se dëshirojmë që tjerët me thonë ose me pas këtë raport me neve, atëherë mos e dëshiro këtë gjë ose mos e vepro këtë gjë edhe në raport me tjerët. Në këtë mënyrë pa, sarë që të vjen shejtani dhe të syt që me përmend këtë met ose çapo di, domethënë tjera gjëra, veprime tjera ngjashme me këto, gjithmonë kujtoja vetes këto. S'pare kujtoja vetes që ajo nuk është në dorën e tij. Po nëse ai sprovu me këtë gjë, është provë prej Allahut, nuk është ai që e ka zgjedhur këtë për veten ose ka dëshiruar për veten këtë gjë. Por sprovë për Allahun, prej Allahut për të dhe për ty. Kështu që sprovat kërkojnë durim. O sprovat kërkojnë që ne mu ballafaqu me to me durim, me sabër. Si çdo sprovë tjetër, edhe këtë sprovë do të me kalu me durim. Edhe me ditë që përdesë Allahu na ka sprovu me një gjë, edhe ne tregohëm durueshëm, atëherë Allahu ka më kompenzu shumë fish atë sprovë me shpërblimin në botën tjetër. Dhe gjithashtu me ditë që ajo nuk është as i pare as i fundit që e ka këtë problem. Nuk është as i pare as i fundit, ka pas para ti, siç e din ka pas edhe pejgamber, që pasaj Allahu më vonë domthon i ka furnizuar me fëmijë, mirë po fillimisht ka qenë të këtill, pejgamber të Allahut. Pastaj dim domthon edhe njerëz të dijes, dietar të mëdhenj që janë gjallë sot, domthon që janë dietar të mëdhenj që e kanë këtë sprovë. Pra, edhe të tjerë shumë për njerëzve që i njohëm, domthon nuk është kjo në dorën e tij që pastaj ai mu akuzu ose domthon me pas mendim të keq për to ose domthon të ofendohet, ka se kjo është sprovë prej Allahut, ashtu që Allah ka sprovu atë, ka mujt me sprovu ty, po dim që edhe në anën tjetër ka gra, të cilat kanë kësi probleme, po që nuk mundën me lind. Dhe për këtë arsye, pra, kësaj raste do të si burri si gruaja, po të tregohen të duruar, edhe kuptohet, pra, mos mi humb shpresat te Allahu, mirë po gjithmonë me lut Allahun që me furnizu me fëmijë të hajrit, me pasardhës të hajrit. Ka se që shtam, ka pas për pejgamberëve që ka pas këtë problem, mirë po kër e ka lutë Allahun sinqerisht, Allahu ka furnizu me fëmijë të hajrit. Siç ka ndodhur për shembull rasti me Zekerian, që domthon lutjet e tij janë të përmendur në Kur'an, që Allah ka lutur për Allahun që më dhon pasardhës të mirë. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Ka një prej lutjeve që Zekaria ka po Zotim, me dhura prej teje, pra pasardhës të mirë, të devotshëm. Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. O Zoti mos më lë të vetmuar, pa pasardhës. Dhe ti je pra trashëgimtari më i mirë. Dhe kështu më radh, pra lutje tjera që kanë transmetuar për pejgamberët Allah subhanahu wa taala, pra mi shtu besimtarë dhe me qenë i bindur që Allahu subhanahu wa taala pra është i gjithfuqishëm, plot fuqishëm. Dhe kur e dëshiron Allahu një gjë, vetëm i thot bëhu dhe bëhu, ajo bëhet. Prandaj me lut Allahun, edhe nëse lutja është e sinqert,
atëherë Allahu subhanahu taala i largon pengesat. I largon pengesat edhe pra i largon pengesat që ka njeriu në shëndet edhe vjen deri te fëmia pra. Realisht domethënë se Zakariaja po ka pas gruan sterile. Kjo është domethënë që Zakariaja ka pas gruan sterile dhe ai ka qenë i shtyrë në moshë. Pra në dy shkaqe që sipas shkencës së mjekësisë është e pamundur me ardhur deri te lindja. Po ai që është i shtyrë në moshë edhe gruaja pra me qenë sterile. Mirë po Allah subhanahu taala ka dhuru Yahyan. Edhe në një prej ajete thotë wa aslahna lahu zawja, dhe e përmirësuam e rregulluam bashkëshortën e tij, pra problemet që i kishte, që ka pas ajo, e ka larguar Allahu, edhe ajo ka lind. Prandaj pra, mos më humb shpresën, mos më dorëzu. Mirë po vazhdimisht me maj shpresë te Allah dhe me lut Allahun sa më shumë që do të thonë me ju dhuru fëmijë. Edhe gjithashtu mu lut edhe për tjerë, nëse dhe në rast tjetër që nuk ka fëmijë, mu lut që Allah subhanahu taala më ju dhuru aty në fëmijëve. Qase pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur dikush lutet për vllahun e tij fshehtas, po pa e ditë vllau i tij, fshehtas kur është vetëm me Allahun subhanahu taala. Edhe lutet për vllahun e tij për një gjë, është një melek aty që thot amin, edhe ty gjithashtu. Prandaj këtë gjë kanë shfryzuar muslimanët e parë, muslimanët e hershëm, kur kanë dashur me lut Allahun për diçka që më i dhon këtyne, ata ju lut për vllahun e tyre. Pra për shkakun këtë rast, nëse një dikon që ka të njëjtin problem, lutë Allahun, pra më thonë Allah, jepi fëmijë atij edhe inshallah pastaj meleku thot amin edhe ty. Kështu që kjo është inshallah për shkaqeve që Allah më i dhon fëmijë. Edhe kuptohet, pra, besimtari duhet me kanë i kënaqur me caktimin, me kaderin e Allahut. Me bë durim dhe me kanë i kënaqur dhe me ditë se ai që ka zgjedhur Allahu për të është më mirë se sa ai që zgjedh për veten, që zgjedh njeriu për veten e tij. Kjo është më mirë për të. Pra, njeriu mundi i privum ose që i mungon diçka. Mirë po, kjo është më mirë për ty se sa për shembull e pas fëmijë, të cilët mundën që në të ardhmen më bëj jo besimtare, ose më bëj gjëna qartë maj, që pastaj pra ta, që thonë të na ta hajnë zemrën për zgjallin, kër i shë ashtu. Pra Allah edhe në mas mirë të pse ka caktu kështu për juve. Kështu që besimtare do të më kanë i kënaqur me këtë. Dhe me ditë që ajo që Allah ka zgjedhur për të është më mirë, edhe më e hajrit, më e dobishme se sa ajo që njeriu zgjedh për veten e tij.